kam dëgjuar asnjë shqetësim që ka pasur sa i përket renditjes. Unë personalisht kam pas një kërkesë që jam i parafundit në listën, në renditjen e listës, për një arsye të vetme sepse besoj që renditja në listë nuk është ajo që të jap vendin në Lidhjen Demokratike të Kosovës. Të gjithët këta njerëz në listë janë të barabartë në ditën e votimit, janë të barabartë para qytetarëve dhe janë qytetarët ata që pastaj në një farë forme e bojnë këtë renditjen e fundit edhe riorganizimit të themit të listës në bazë të votave që ofron. Ka qenë mendim i grupit punus i cili është nominuar nga Kryesia e Lidhjes Demokratike të Kosovës që unë do të jem me numrin 38 dhe natyrisht që ky do të jetë edhe numri im edhe numri përfaqësues në këtë garë politike, por nuk ka ndonjë vlerë të veçantë as për të mirë as për të keq. Tha që nuk ka pasur pakënaqësi sa i përket renditjes, por pakënaqësi... Unë nuk kam dëgju, edhe në takimet e rregullta që kemi, po as në opinionin publik nuk kam dëgju as një aktivist të vetëm që ka shfaqur pakënaqësi lidhur me renditjen. Megjithatë pakënaqësi pati për mos përfshirje pra fare në listën për kandidatët për deputet nga ana e Agim Veliut. Një figurë e LDK-s shumë vjeçare, pse nuk u përfshi i njëjti në këtë listë? Tani si mas mënyrës së organizimit, procedura është asnjësoj që nominimet për kandidaturat për deputet në Lidhjen Demokratike të Kosovës vinë nga nivelet të ulta, vinë nga degët, dhe me thonë drejt me sa kam kuptu, nuk ka pasur një nominim të tillë nga dega e Lidhjes Demokratike në Podujeva aty kur ka bazën zoti Veliu, dhe pastaj si proces i tillë ka përfunduar që të mos e kemi në listën finale. Sa i përket mendimit tim personal, unë do doja që ta sheja zotin Veliu në listë, ka qenë deputet në disa mandate, ka qenë ministër, ka dhënë një kontribut jetësor jo vetëm për Lidhjen Demokratike të Kosovës, por ka dhënë një kontribut jetësor edhe për lirinë, pavarësinë dhe demokracinë në Kosovë dhe ka qenë një mundësi sigurisht e mirë që duke qenë pjesë e listës këta bartën tek vlerësimi direkt tek vota e qytetarëve. Unë kam besim të plot që zoti Veliu ashtu siç ka bërë në mënyrë të vazhdueshme do të vazhdojë me Lidhjen Demokratike të Kosovës, do ta jap kontributin e vet, do të ndihmoj që Lidhja Demokratike të rritet dhe me tutje që të jetë fitimtare në këto zgjedhje dhe pastaj sigurisht që janë edhe proceset e tjera që hapësira dhe mundësitë e tjera ku zoti Veliu mund të jap kontributin. Ka pasur edhe një reagim nga zotri Veliu pra në Facebook, pasi i njëjti nuk është përfshi në këtë listë dhe gjithë këtë situatë ka quajtur një manovër politike. Është një lloj përçarje kjo brenda LDK-s, le ta quaj kështu mes të vjetërve dhe të rinjve brenda partisë? Unë nuk besoj që kjo ka të bëjë me përçarjen, dhe sigurisht që Lidhja Demokratike ka shumë njerëz, shumë më shumë se ç'është lista për 110 personave që janë kandidatë dhe që përfaqësojnë të themi listën e LDK-s në këto zgjedhje. Thjesht kjo është një mundësi për këta 110 që të zgjedhin deputet, por natyrisht që strukturat e Lidhjes Demokratike shkojnë për duke qenë ndoshta aktivu më kaq e madh, 110 të mos jetë edhe një vend për zotrin Veliu. Unë e thash që sa i përket kontributit personal dhe atributet që zoti Veliu ka në Lidhjen Demokratike dhe qëndrueshmërinë që ai ka pasur në mënyrë të vazhdueshme për besimin dhe për bindjen që ai ka për Lidhjen Demokratike të Kosovës, do doja që ta sheja në listën e Lidhjes Demokratike të Kosovës, por me qenë se si proces nuk ka rezultuar që të jetë i propozuar dhe të jetë në listën finale, kështu do të jetë këtë radhë, tashmë listat janë të certifikuara dhe kjo është lista finale e aprovuar që do t'i plasohet, do të jetë në dispozicion të publikut dhe të votuesve të qytetarëve në Republikën e Kosovës. Ka pasur